son. Doja të theksoja tipologjinë e re të plazheve publike, sepse mund të jetë krijuar edhe një keq kuptim kur ne shikojmë që ka zonat plazheve publike, pra që theksohet që janë publike, por që duke qenë se janë të menaxhuara nga bashkitë, nuk kuptohet qartë tipologjia. Kemi një risi të rëndësishme si vjet, sa i takon menaxhimit të stacionit të plazhit, për të bërë të mundur që të kemi një rregullator në treg sa i takon çmimeve dhe tarifave, dhe duke shtuar një tipologji të re, që është tipologjia e plazheve publike të menaxhuara nga njësitë e vetë qeverisës vendore, kemi bërë të mundur që krahas plazhit të Virgjë, pra të pastër në kuptimin të lirë, pa asgjë, ku qytetarët mund të hedhin peshqirën e tyre dhe mund të vënë çadrën e tyre, mund të vënë një stol të tyre që e marrin me vete me mjet apo nga shtëpia dhe mund të bëjnë një pushim në plazh të lirë, pa asnjë pagesë dhe pa asnjë pengesë. Kemi edhe tipologjinë e plazheve, të cilat disa bashki kanë vendosur tashmë, që kanë të gjitha shërbimet, pra kanë dhe çadra, kanë dhe shezlong, kanë dhe një shërbim, po themi, më të zgjeruar hidrosanitar, edhe nga pikpamja e higjienës, po edhe nga pikpamja e dusheve apo e kushteve tjera të pushimit në plazh, i cili në disa prej bashkive është tarifuar me disa prej tarifave të cilat kanë tavane. Për shembull, në disa bashki mund të jetë 400 lekë, një çadër bashkë me 2 shezlong, në disa bashki mund të jetë 700 lekë, në bashki të tjera mund të jetë 10.000 lekë, dhe kjo gjë është bërë sepse në varësi të llojit të plazheve, në varësi të raportit të madhësisë të plazheve me numrin e pushuesve, për shembull kur shkojmë drejt jugut, drejt Samilit, natyrisht që kostot e mirëmbajtjes së këtyre plazheve dhe kostot që janë gjatë periudhës, si më thënë, jashtë sezonit për t'i mbajtur rërën, për të ruajtur plazhet nga erozioni, nga si themi ndikimi i detit gjatë dimrit e tjerë, kostot që bashkitë kanë, kostot që këto brigje kanë janë shumë më të larta, për këtë arsye edhe kërkesa është e lartë. Njëkohësisht ka disa tarifa që janë pak më të larta, si kjo që sapo përmendë. Duhet të theksoj që tipologjitë e plazheve kanë bërë të mundur, pra që janë të publike dhe të tarifuara nga bashkitë, kanë bërë të mundur që edhe plazhet private, krejtësisht të menaxhuara nga subjekte private, të ruajnë tashmë në çmimet e tyre këto tavane, sepse e kanë, si më thënë, të konkurrueshme ofertën e tyre nga këto plazhe që menaxhohen nga bashkitë. Pra dhe njëherë rritet aksesi publikut, rritet cilësia dhe garantohet për publikun, për çdo xhep, për çdo themi qytetar, mundësia për të pasur një akses shumë ekonomik, por edhe të garantuar nga shërbimi që plazhi merr, sepse plazhi nuk është vetëm rim dhe pushojmë apo lajmi, por ne aty konsumojmë, ka mbeturina, ka mbetje, pra mund të ketë edhe nevojë për një